çdo shqiptar që e kemi prit sikur i verbti dritën e synit, e kemi prit lirinë. Dhe kemi qenë të bindur plotësisht që armiku shekullor nuk hiqet pa luftë. Në asnjë mënyrë. Dhe kështu që shpejt ditëve të para, ju munua si imam mi dhonë një kontribut në këtë drejtim. Edhe kam shku, i kam vizituar, edhe kur i kam vizituar, i kam qu herën e parë 3000 marka, një xhamatlimi pa dhonë. Aq mirë më pritën, dhe falenderoj komandantin nga Nejmerin, më ka kthy drek, e çaj, edhe më ka treguar shumë sene, dhe të thënë vërtetën, gëzim më i madh në jetën time nuk kum pas, dhe kam dëgjuar që thonë shkojnë flak për pijet. Veç me të vërtetë po shkojshin kur i kum pa ushtrinë tonë qërimtare, me vesh, me uniformë e me shqipun, për nder ka humrin edhe goditën, për shkak të respektit që komandanti ju ndaj ashtu. E gëzim atë madh nuk kum pas në jetën time kurr. Mirë po, kam kërku edhe mu kyç ditët e para që po tham, më ka thonë komandanti, mëlla jo, na kem fjalë shumë të mira për ty. Plot ka njerëz që thonë, ne jemi, domethënë argat tjetër kujte, çështu ka pas xhamat, plot, që aty tonë janë val, dhe që nuk ka shqiptar që guxon me dalë me vrasë, që inspektori, po këta pe i vrasin e me jalon kësha neve. Edhe s'ka, domethënë ushtri hiç s'ka. Me thonë tash unë ka edhe i pashtë, isha dikush më marrës të mua. Me thonë që unë i kum pa me sytë e mi. Mirë, po me ata njerëz që kum pas besim të fort, u kum thonë që edhe zëqatin mi adresuat, që ata asaj kohë, mu një ndihmua. Sa që komandantin ka thonë herë, tha hoxh, punë ti kemi kesh për armatim. 3 ushtarë, tha i kam me një pushkë. Tha mirë po, këto me su tërgon njerëzve. Se ftofën. Këmë thonë, unë e kam Kalashnikovin, edhe kum pas. Tash nuk e kum blie për diçka tjetër, po kum blie për familje. Po gjajmë atëst. E kemi obligim, fetar dhe kombëtar, shtëpisë tonë, pragut tonë, tokës tonë, me i dalë zot. Edhe i kam thonë, kam edhe me 100 copa fishek. Hoxh, sa të thush, ç'është thush, se 3 ushtarë mi armatus. Vallai kum thonë, kur ti marrë parët për ushtrisë teme, Zoti na ruajtë edhe nashta edhe me shderri ha, se diçka shamë thuaj. Edhe ja u kum thonë. Edhe herave të tjera, i kam qu me Haxhi Ademin, ka thonë hoxh, hajde ulu përpara me uniformë, se punktet serbëve plot, i kena qu në fshatin Bradash, 100 copa fishek, M48-qit. Si marrëshën këto armë tjesh? Jam shumë larg me armë.